Vetëm 2 muaj në detyrë, ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha u përfshi në një skandal të rënd zbuluar nga komunikimi në një grup chat të ministrisë, ku ai cilsoi idiot shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Kryeministri Edi Rama po heshte rrjedhimisht ka qepur gojën qeveria, kryetari i Kuvendit Niko Beleshi, PS-ja dhe shumica parlamentare, brenda së cilës askush nuk guxon të flasë pa lejen e sultanit të pushtetit. Ndërsa ministri Ferit Hoxha i kapur në skandal, fshiu mesazhin dhe pastaj doli e mohoi zyrtarisht. Por në Shqipëri e Maqedoni, fyerja që u bëri bashkombasve shkaktoi reagime masive të ashpra. Por skandali nuk përfundon me fjalët e tij. Ndërkohë që ministri Hoxha tregoi se për buzë dhe fyen bashkombasit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, vëllai i tij Gëzim Hoxha, i pandehur me mas penale ndalimi i daljes nga territori i Shqipërisë, detyrim paraqitje dhe sekuestrimi 1.3 milion eurove si pjesëtar i grupit të strukturuar kriminal Agasi, ka ortakëri dhe bën biznes pikërisht me shtetas Maqedonas që kanë probleme me drejtësinë. Konkretisht, vëllai i ministrit është ortak me shtetasin Maqedonas, Nenad Makelarski, në kompaninë BNT Signal Traffic Solutions, krijuar më 9 shtator 2013 me objekt tregti, konsulencë, shërbime ICT, prodhime të sistemeve inteligjente të transporteve. Po në këtë kompani Gëzim Hoxha është bashkë administrator me shtetasin tjetër Maqedonas, Daut Elmazi, për të cilin raportet e agjencive gjurmuese maqedonase e shqiptare thonë se realizon skemat lavatriçe të parave të pista. 3 javë pas krijimit të kësaj kompanie, konkretisht më 1 tetor 2013, Gëzim Hoxha i shiti kompanisë së tij First SHPK 26% të aksioneve me 36.400 lekë, duke mashtruar sikur u largua nga kompania. Dhe ortaku Maqedonas Nenad Makelarski po atë ditë shiti kompanisë së tij BTS Adrat Traffic Solutions 26% të aksioneve me 36.400 lekë, duke mashtruar sikur u largua nga kompania, por në realitet ata vazhdojnë të jenë ortak të kompanisë BNT Signal Traffic Solutions. Më 21 prill 2015 ata pezulluan aktivitetin pa afat, pasi u njoftuan në rrugë informale se në shkurt 2015 ndaj tyre kishte nisur një hetimi përbashkët Shqipëri-Maqedoni për pastrim parash dhe transferta ilegale nëpërmjet kompanisë së tyre. Por megjithse në qendrën kombëtare të biznesit kompania figuron e pezulluar prej vitit 2015, vëllai i ministrit dhe 2 maqedonasit vazhdojnë aktivitetin ilegalisht dhe tatimet nuk e prekin. Pra kemi një ministër të jashtëm që i quan idiot shqiptarët e Maqedonisë, ndërsa vëllai i tij i pandehur për vjedhje fondesh dhe pjesë e një grupi kriminal bën biznes të paligjshëm me maqedonas të dyshuar për pastrim parash. Pyetja e thjeshtë, kush po e përfaqëson Shqipërinë në Bruksel? Dhe pse kryeministri Rama hesht ndërsa skandali i dyfisht i ministrit të tij po digjet në opinion?